Përshëndetje e mirë se erdhët të gjitha. Kam kënaqësi që t'ju mirëpres në shtëpinë Educational Center. Unë jam Brunilda Muçollari, për ato zonja dhe vajza që nuk njihemi. Jam drejtuese për Educational Center. Për shumë vite Educational Center është një partner bashkëpunimi për të gjitha këto mësuese, profesioniste që kemi përballë, por njëkohësisht janë pjesë e këtij eventi ditën e sotme. Sot kemi një event të veçantë për të gjitha ju femra, nëna, mësuese, por njëkohësisht ambisa të mira e përgatitëm atë ftesën bashkë me Idën. Kam kënaqësi që të kemi për inaugurimin e librit, përurimin e librit të Ilda Lumanit. Ju e njihni si profesioniste, si gazetare, si shumë gjëra të bukura që ajo organizon, por surpriza më e bukur për mua ishte kur ajo ishte pjesë edhe e shkrimit dhe e një shkrimi që na përfshin të gjithave, sepse në fund pasditja jon është pasdite që shkruaj, por shkruajmë duke gatuar, shkruajmë duke ushtruar atë profesion. Ju falenderoj për këtë pasdite, ju uroj në emër të Educational Center gëzuar festat, gëzuar 7 marsin për mësueset, gëzuar 8 marsin për të gjitha femrat. Faleminderit Ilda që na bëre pjesë të këtij rrugëtimi të shumë të bukur. Të falenderoj për një kontribut që është për të gjitha femrat dhe të gjitha gratë në Shqipëri dhe kudo që të jenë. Unë kam kënaqësi që ta kem pjesë të Educational Center dhe në radhët tona, por të uroj akoma më shumë suksese në vazhdim, sepse ky profesion nuk resht. Gjithmonë përmirësohet dhe gjithmonë shkon në një drejtim të caktuar që është akoma perfeksioni. Ju uroj një pasdite të këndshme dhe të ftoj Ilda që të kemi atë pjesën e eksperiencës tënde të na ndash me ne. Faleminderit të gjithave që jeni këtu, zonja, gra, profesoresha, profesioniste në punët tuaja kudo që jeni, është kënaqësi në fakt që ju njoh, nisën i njoh, pjesën tjetër e njoh sot edhe shpresoj të njihemi në këtë raste për të njohur më shumë. Falenderoj Brunën për ftesën që më bëri që libri shiheton atje këtu. Për te punës me dhe jemi gratë që gatuan, që investojmë në familjen tonë, edhe unë në disa mesazhe që shkruaj njerëzve ditën që promovova librin, të sa dashuria ka në vërtet në stomaku. Dhe kjo shprehje bëhet e vërtet çdo ditë në kuzhinë, çdo ditë në familje. Për te punët tona, gatimi është pasion, por është edhe një obligim i dashur që na bashkon me familjen dhe unë besoj në librin që kemi këtu, dhe që e shkretuat, jam përpjekur të përmbet recetat më identifikuese shqiptare, mendoj që duke u shkruar, duke qenë të botuara në një libër, ato ngelin, nuk mbasin, por edhe të mund të zhvillohen, të pasurohen, të jetohen, sepse të trashëgojnë për më tepër, çfarë do lloj kuzhine që të provojmë, në fund të ditës ne duam atë tonën, ngelën tona dhe trupi si ato ushqimin tonë, kështu që kuzhina shqiptare është shumë e pasur. Jam shumë e lumtur që unë blodhëm, shpresoj ta shijoni. Falenderoj Edën, botuesin e shtëpisë botuese Media Print që më ndihmoi të bëj një super botim. Faleminderit Eda. Shef Albani është vllai i Rudena Sharlës, Alban Sharlë, na ka bërë disa ushqime nga recetat e librit. Që pasi të marrë kjo formaliteti, u ftoj të provojmë diçka, edhe të vazhdojmë të testojmë gëzuar 7 marsin, gëzuar 8 marsin, edhe vetëm testa leksime të kemi. Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët sot në këtë festë kaq të veçantë dedikuar 7-8 marsit, festës së grave dhe mësuesve, figurave që na frymëzojnë dhe formojnë çdo ditë jetës tonë. Sot ndodhemi tek Educational Center në bashkëpunim me autoren e librit Ilda Lumani, Shihet tona, për të provuar dhe disa nga gatimet tipike tradicionale të cilat i gjejmë edhe tek libri.
Hilda, përshëndetje. Cili ishte synimi i këtij bashkëpunimi, i këtij eventi të sotëm? Testa ishte në fakt nga Education Center, është një librari nga më të njohurat në Tiranë, e cila promovon librat në anglisht dhe është hera e parë që një libër shqip, gjysmë shqip, gjysmë anglisht, pasi shihet tona është në shqip dhe në anglisht, bëhet pjesë e tij. Mendova se të bënim një event, por nuk kishim gjetur ende tematikën. Marsi solli 7 marsin, kështu që me këtë sebeb ne bëm festën dhe të ftuar sot siç e pat ishin mësues, drejtues shkollash, njerëz që janë të lidhur me librin dhe sigurisht disa mikesha me të cilat ndam eksperiencat tona, kaluam një pasdite të këndshme, folëm për librat, folëm për gatimin, sepse për te profesioneve tona në fund të ditës neve ajo që na bashkon familjen, ajo që bashkon gjithë njerëzit është gatimi. Libri Shihetona, do të vazhdojmë ta gjejmë këtu në shitje? Ftesa për të qenë Shihetona në librari këtu ishte një nga surprizat që se ka dhënë përpara dhe do jetë tani e tutje prezent në librari. Shpresoj që çdo njeri që e merr të lexoj dhe të kur rikujtoj pak nostalgjinë e pjatave tona, gatimet shqiptare, por të filloj të praktikoj, sepse gjithë qëllimi është që recetat shqiptare të mos humbasin, të gatuhen dhe të trashëgohen tek familja. Jo vetëm të rikujtoj ato recetat e vjetra, por mbas edhe të njohim më mirë recetat tona tradicionale shqiptare, duke qenë se libri është edhe në shqip edhe në anglisht për të gjithë ata dashamirësit që mund të njohin më mirë traditën tonë të gatimit. Për ta njohin edhe ata turistë, ata vlerës të huaj që vinë shpesh këtu në të librari dhe të mësojnë dhe të bëjnë ata në një pjatë siç pëlqejnë për restorante traditën dhe ushqimet shqiptare, të vinë të provojnë në shtëpitë e tyre dhe pse jo të marrin librin dhe të aplikojnë edhe në shtëpitë përkatëse ku të shkojnë në vendet e tyre të origjinës. Zonja Brunilda, përshëndetje, mirë se ju gjejmë. Përshëndetje, mirë se erdhët. Si është organizuar Educational Center? Educational Center është një kompani që operon prej 30 vjetësh në Shqipëri, në profile të ndryshme të sistemit arsimor, në profile të ndryshme të institucioneve arsimore, të nivelit shtetëror, privat, internacional, arsimi i lartë, arsimi i ulët, të gjitha hallkat e arsimit në Shqipëri. Ne kryesisht bashkëpunimet e kemi me mësuesit e gjuhëve të huaja, sepse kështu ka nisur operacioni i kësaj kompanie dhe më pas është zgjeruar duke pasur gama të ndryshme të letërsisë të huaj, duke sjellë për profile të ndryshme të letërsisë të huaj dhe duke pasur partnershipe dhe bashkëpunime në të gjitha hallkat e arsimit, sikurse ju thash. Target grupi jon kryesor ka pas qenë ndër vite mësuesit dhe jemi me ata që kemi bashkëpunim më të madh. Si e shihni eventin e sotëm në kuadër të 7-8 marsit? Eventi sotëm ishte një kënaqësi shumë e madhe për ne. Pak ndryshe nga ato eventi që ne zakonisht organizojmë, të cilat janë kryesisht trajnime, kualifikime të caktuara për mësuesit, sot ishte një event i veçantë dhe unë jam shumë falenderëse Ildës për eventin që mbajti në ambientet tona. Ne mësuesit shpesh përpiqemi t'i kanalizojmë vetëm në anën profesionale dhe harrojmë atë anën tjetër, që është ana humane, ana njerëzore dhe me të gjitha ana e femrës në të gjitha komponentet e saj, si nën, si femër, si grua, si një anëvise mirë. Kështu e trajtuam ditën e sotme. Çfarë na përmbush ne si gra është edhe ajo pjesa e pasdites ku gatuajmë, shijojmë me familjen atë që gatuajmë, por njëkohësisht kemi dhe kënaqësinë e produktit final. Recetat e Ildës do të ishin sot një nga ato qershi ambitor do të quajë ajo, për pjesën e 7 marsit, ku të gjitha këto femra dhe këto nëna dhe këto gra dhe këto mësuese u kënaqën me prezencën e Ildës, me prezencën e këtij teksti, me prezencën e këtyre recetave që shijua dhe besoj se ishte një nga festat më të veçanta që Educational Center ka pasur. Falenderose për ju që ishit pjesë të këtij eventi dhe falenderose për Ildën për produktin final shumë interesant që ka sjellë në tregun shqiptar. You